Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, Ipek Home, Kabashi 2, Fortesa, Industria. Përshëndetje miq të kompanisë H2O, ja ku po takohemi në një edicion të ri të podcastit Tonight. Është kënaqësi gjithmonë që po takohemi dhe është kënaqësi shumë edhe një herë po ju falenderoj për interaktivitetin që e keni me kompaninë H2O. Natyrisht, ka shumë podcaste edhe në botë edhe në Kosovë që e bën edhe më interesant jetën. Ka llojshmëritë njerëzve që e bën edhe më interesant jetën e njerëzve në planet. Kjo është edhe lezeti që i kohëve të fundit tash po i thojmë diversiteti, edhe kulturor, edhe njerëzor, edhe moral, edhe i trashëgimisë e gjëra të tjera. Pra diversiteti me të vërtetë unë mendoj që është i jashtëzakonshëm dhe këtë po mundohet me bëu edhe rrugtimi jon që nuk do të zgjas pak. Kismet, natyrisht, varet nga shëndeti dhe jeta që nuk varën nga ne. Gjithsesi, po mundohemi që të kemi personazhe të ndryshme, sa më interesant, sa më karizmatik, që të marrim vesh edhe për gjëra që i dëgjojmë kohë pas kohe, por nuk e dinë se çka jon. Kom kënaqësi sot ta kem një zojë të nderuar të Prizrenit. Valtida Shukriun është presidente e Rotary Club Prizren Makadami, pra ajo kubza e në Shadrvan që i kemi ne, që i themi kubzat e Shadrvanit, pra Makadami, që është me të vërtet një prej simboleve kryesore të Prizrenit, por gjithsesi për Rotary Clubin se si funksionon Prizren dhe cilat janë natyrisht vizioni dhe sakrificat që i ka bërë deri sot, do të flasim me presidentën tonë të dashur, Valtida, mirësellë, është kënaqësi me të pas sot në Tonight. Mirë se ju gjeta tonë, faleminderit. Ka dalë, spjegona pak çka bën. Unë zakonisht jam mësu që hapja e mbledhjeve në klubin ton, në Rotary Club Prizren Makadam, është protokoll ndërkombëtar që mbledhjet i fillojmë do të thotë me goditjen e ziles ton, edhe ato zgjasin vetëm 45 minuta. Mbledhja hapet nga presidentja edhe brenda 45 minutave ne duam të diskutojmë të gjithë mendimet, sugjerimet, projektet, idetë, kërkesat e gjithë anëtarëve. Dhe s'ka përfundon 45 minuta dhe s'ka mo. Pas 45 minutave godisim edhe një herë zilën edhe përfundon. E gjona që mesin? Mesin për mbledhjen tjetër. Shumë interesant. Që kjo ke veç një gjë shumë interesante. A keni rendite paraprakisht? A dini çka keni me diskutua, apo aty bonja të brainstorming? Po. Toni Rotary International, për fat mirë që jemi prezent edhe e kena njoftë edhe në Prizren, është organizatë ndërkombëtare, e cila është themeluar në vitet 1900 në Amerikë, prej një avokati, Paul Harris, i cili ka pas një vështirësi gjatë shkollimit të tij, rritjes me sfida, edhe ka kuptuar që njerëzit kanë nevojë të parën gjë ta kenë miqësinë. Edhe rrugët gjithmonë të hapën kur ki miq. A ki dikon? Po, kjo vlen shumë të na, është e mirë kjo pjesë. Kështu që në këtë parimin kryesor do të thotë o formu ideja e Rotary, pastaj o zhvillu edhe të them drejt, Rotary ka lënë shumë gjurmë botnore në aspektin e kontributit njerëzor nga anëtarët rotarian. Njona prej gjërave kryesore kanë qenë pjesë përbërëse të themelimit të OKB-s, ideja e bashkimit të evropian o krijuar mes dy rotarianëve. Kështu që rjeta e Rotary International përbëhet nga 1.4 milion anëtar që jena në gjithë botën. A është e hapun? Apo ka kritere për me qenë pjesë, antar respektivisht? Po, në fakt, në Rotary kyçesh gjithmonë nëse keni referencë nga një rotarian.
A do më thonë duhesh me më referu Pjesa Ti si- kryesore, po, po. sepse në këtë A bazë është si garancë kjo? jo, Okej. domosdoshmërisht, për arsye është si propozim, ka protokoll mjaft edhe për çdo situatë Rotary ka të shkruar. Është mjaft edhe për sfidat, edhe për problemet komunikimit nëse hasin brenda antarëve të klubit, sepse Rotary International funksionon brenda kushtetutës të saj. Ka kushtetutën e vet, themelume. Do të më thonë statut kjo këtë Jo, për tej. me kushtetut edhe se cili klub në për krejt botën, në se cilin shtet që krijohet mbi bazën e kushtetutës rotariane, mirë po në paralelisht me ligjet të cilat funksionojnë në atë shtet. Fair enough. Po. Tamam që duhet më qenë, është logjike, po është shumë interesant si koncept, apo na njofton pak me Rotary Clubin. Për ata që për herë të parë po e dëgjojnë. Na Rotary e dëgjojmë shumë shpesh. Për çato thash edhe në hyrje, na shohim një gurin mahall që na pengon çdo ditë. Edhe vjen një gazetare ose një gazetar e bën një kronik të vogël për atë guri, na tregon se sa problematik është, edhe na thojmë, ku ton këto fjalë? Po na çdo ditë më ne shohim, po kjo ka problem realisht i madh, apo thon. Do të thonë janë disa gjëra që na I dëgjojmë, po nuk e dim sakt çka ka brenda. Po, në fakt klubi mundet mu themelu prej secilit person I cili ka vullnet të mirë, profesionist, kontribues në komunitet, do të thotë edhe në qoftë se është pjesë e një klubi rotarian. Do të thotë na si antar kena drejt edhe mu shkput me kriju klube treja rotariane. Në Prizren ekzistojnë 2 klube rotariane. Po? Është klubi I Prizrenit që janë para nesh, ndërsa klubi Makadam Prizren është themelu në 2020. Ne jemi themelu në një periudhë mjaft të vështirë. Kena para pregaditjet kanë qenë në fund të vitit 2019, mirë po certifikimin që kena marrë nga Rotary International e kena marrë në 9 mars të vitit 2020 në periudhën e pandemisë COVID-19. Kur krejt njerëz fillun mu mbyll mranda, ne mbledhjet e para I kena pas online. E qëllimi do thotë I Rotary ka qenë bashkarisht me pas, do më thonë me një hapsin, mu mbledh, një herë një javë, apo në varet prej mundësive të antarëve të klubit që I përcaktojnë në mbledhjet. Mirë po, është çdo sant me protokoll dhe çdo sant shkruhet që ti duhesh me ndjek në bazë në udhëheqjen e mbledhjes që bëhet brenda klubit. Kur jena themelu, esenca e secilit grup kur themeluohet edhe si pjesë I antar me qenë I Rotary, duhet spaku me pas një profesion, me qenë person që ka kontribu, do të thotë në komunitet. Kredibil. Po, edhe do të thotë në anën tjetër me qenë ose pjesë e ndonjë biznesit apo diçka që ka kriju edhe në mënyrë private, do të thotë diçka që është profitabile dhe funksionale për pjesën e jetës që kontribon në qytetin e tij. Ky bashkim I profesionistave dhe pjesës tregut, biznesit ku janë mjetet, financat, paret, është mëse I domosdoshëm edhe Rotary bashkon për idet edhe mjetet financiare mu der në komunitet, në nevojat E qytetit, në nevojat E qytetarëve. Fitoni diçka si antar? Apo jeni vullnetar? Faktikisht, koncepti është që ti je vullnetar, dhe çdo gjë brenda në Rotary si antar që jemi na, po, ne e bëjmë në mënyrë vullnetare. Mbi të gjitha, ne kontribuojmë në antarësi. Do të thonë, Rotary qëndron në aspektin financiar në bazë pagesës së antarësisë së cilit antar që është pjesë e klubit. Edhe vullnetarët dhe jepni para? Po. Shumë interesant. Po. Shumë interesant. Ne I kena një kuotë caktimit, do të thotë të buxhetit, çdo muaj e paguën një shumë si antari I Rotary, një pjesë shkon në kontributin e fondit internacional të Rotary. Kjo shumë që mbledhet në Rotary International, ky fond dedikon në zhvillimin e projekteve. Po, tashune kur e paguaj antarësinë si antare Rotary, çato parë më kthehen mu në komunitet. Unë I jap individualisht, mirë po, kush fiton qyteti I Prizrenit me projekte. Se ne kemi drejt. Do më thonë ndikimi është I madh. Po. Cilat fusha I prekni më shumë?
Rotare në vete ka 7 fusha kryesore, që jemi të koncentrum edhe që bojmë projekte që duhen me qenë në përputhshmëri, do të thotë me këto brenda në kuadër këtyre fushave, do të thotë shëndetësia, jo nanat dhe fëmijët, edukim, zhvillim në ngritje të kapaciteteve të bizneseve, ndërmarrjeve, pjesën mjedisore, higjiena dhe uji janë shumë prioritet, do të thotë me mjetët tona na që jepim si antarësi na kontribuojmë globalisht në projekte të botnore, për shembull, projekti më i arritur një Rotary International është polio, sëmundja e polios tek fëmijët. Edhe ka qenë një kontribut mbi 50 vite që është bë shfarosja përmes vaksinimit edhe ne vazhdojmë në krejt botën, do të thotë në krejt kontinentet që janë të pranishëm në planetin tonë. Po, s'po thom një projekt, po do një prej projekteve që keni bën në Prizren. Në Prizren, Është i prekshëm. po, në fillim kur jena themelu ne, starti i parë se në fakt ke ko pandemia, ne u takojshim online. Shfarosët Covidin. Po, jo, nuk janë arrit në atë pjesë. Edhe s'dishim çka me bo projekt, sa dhe na u kufizu lëvizja. Ishte vështirë. Momente shumë të vështira, po në çato momente plus ne ishim krejt antar të ri, na lind ideja me përkra mënyrë çka kishe mundësi financiarisht, plus të e ditë sakrificën e aspektit edhe financiar në kohën e Covidit, thamë sa kena mundësi si antar me kontribu, me mujtë mi mbështet disa prej familjeve që kishe nevoj. Në Prizren edhe arritëm me një shumë, do më thonë diku 50 euro, 15 familje, i ndihmum në atë kohë, sa për fillim i pas gjanat elementare. Kjo ka qenë start projekti i parë si klub, u organizum, aq sa i kishim mundësinë e lëvizjes, i vendosëm jetët në zarfa, i identifikum familjet në nevoj, i vendosëm disa kritere, më tonë se na e kuptojmë që ishte shuma minimale, ndërsa kërkesat njerëzve në Prizren ka plot familje që po. Kërkesa gjithmonë më e madhe se... Kështu që ne arritëm me pas një mirë kuptim në klub, i vendosëm disa kritere për përzgjedhjen e këtynve familjeve edhe me arritëm i gëzu spaku që ata 15 familje me një shumë minimale që kënë ndihmës për ta. A raportoni dikund kure? Po. Zakonisht gjatë vitit, të them kështu, të na viti fiskal dhe viti i obligimeve dhe bartja e përgjegjësive nuk është se në Kosovë janar dhjetor, na e kemi prej korikut. Korik. Edhe ju e shini që e kemi një logo, rota, për që ato është edhe Rotary. Rota është me... do të thotë 24 thepa për rreth, për arsye se ne punojmë 24 orë. Do të thotë duhesh me qenë në shërbim gjithmonë për Rotary. Po Rotary çka e ka në filozofinë e vet kryesore është së pari është familja, do të thonë se cili antar të na, prioritet duhet me pas familjen, për kushtimin ndaj familjes, pastaj vjen shërbimi në Rotary. Ne jemi klub dhe rjetë rotariane, ku nëse ti je rotarian, edhe familja jote është pjesë e Rotary. Aktivitetet tona brenda klubit, për shembull, kur organizojmë, ne shkojmë bashkarisht, burra, gra, fëmijë, krejt bashk. Kur bojmë edhe evente të gëzimit, gjithmonë jena bashkarisht. Secili antar i klubit, do të thotë kolegët e mi marrin gratë, kolegët marrin burrat, krejt bashkarisht edhe fëmijët i marrim edhe i inkuadrojmë. Kjo është esenca, do të thotë Rotary që me qenë sa ma të lidhun, edhe më shërby, më kriju ndjenja e secilës gjenerat që duheni më shërby komunitetit. A dëgjohet zoni komunitetit të ju? I qytetarit respektivisht? Po. Zakonisht Rotary... A ka kërkesë po flas, a vjen dikush me thonë, fal po më pengon që kjo a mundësh? Po. Toni Rotary mbledhjet i ka të hapura. Ne kemi një platformë My Rotary, edhe brenda platformës, momentin ti kur vendos klubi me të pranu si antar i klubit rotarian, do të thotë se cili klub i ka kriteret e veta
i vendos në ata. A ka ceremoni? Po. Okay. Për shembull, secili antar ka drejt me propozu dikan për me qenë antar në Rotary. Mirë po, jo domosdoshmërisht ai ka me qenë me një rotarian ka mu fut brenda klubit. Kur propozohet, ne kemi një komision të antarësisë. Më thonë, kryetari i komisionit apo kryetarja del edhe bisedon. Do të thot njerë takohet me atë person, e fton në mbledhje. Vjen, merr pjesë në mbledhje, edhe brenda një periudhe 6 mujore, ai duhet më tregu ose ajo e përkushtume ndaj klubit. Që bon? Po. Më thonë, gjatë kësaj periudhe, takohet me antartë, sheh aktivitetet e klubit, edhe ne e shohim gatishmërinë e personit që është i gatshëm për të futur në rrjetën rotariane. Njëna prej parimeve kryesore në Rotary që i kemi është shërbimi për te vetvetes. Do të thotë ne jemi nga gatishmëri me shërby gjithmonë për te vetvetes. Mundësit. Për ato ne duhemi me kuptu a janë këta njerëz, domethënë që kanë këtë qëllim edhe këtë virtyt brenda vetit për me qenë gatshëm mu fut në Rotary. Ne kemi pas do të thotë edhe sfida që njerëz janë fut brenda Rotary, edhe majna e kanë pa mas 2-3 vjet që se kanë pa vetën brenda dhe janë largu. Në ato se jo domosdoshmërisht që secili e ka pjesën humane të zhvilluar edhe pjesën që mundet me shërby për te vetvetes. Për atë arsye, përvoja shumë vjeçare prej fillimit, nuk është do të thotë e rastishme që është bo kjo logo kështu. Do të është rrotë. Edhe njerëz futen, rrotullohen disa vite, nëse nuk e shohin vetën, mundën edhe me mu largu. Vin tjerësh. Mirë po, edhe pse largohet prej grupit, secili rotarian prapë mbetet rotarian, se ka miqësi. Once a Rotarian, always a Rotarian. Po. Interesant. Unë e kështu kur më ka ra me taku shumë miq ndërkombëtar në për vende tjera, tregojnë edhe gjithmonë është që kjo mirëseardhja që ti e zgjanon edhe krijon në rrjet, sepse që ajo platformë në momentin e antarësimit në klub, ti e merr një numër personal, si numri letërnjoftimit që e kena, njëjtë e ki një numër personal në rrjetën rotariane edhe e merr një pen. Do të thonë ato s'e ka një jo Rotarian. Jo. Okej. Pa qenë antar i klubit Rotary nuk mundesh me marrë këtë pen. Nëse edhe zakonisht mahet në kulturën e secilit rotarian mahet ky pen në veshjet e tyre për arsye që me identifiku njëri tjetrin kush është pjesë e Rotary. Në evente ndryshme, unë për shembull kom marrë pjesë ndërkombëtarisht me ndonjë konferencë dhe e kom pa qenë ke rotarian, edhe jena taku mandej edhe kena vazhdu miqësinë, kontaktet, sepse është një rrjet mjaft e madhe dhe takon njerëz profesionist, njerëz. E lam në gjys një çështje për kërkesën e qytetarëve. Sa janë të informuar ata për punën e Rotaris? Sa jep një rëndësi ju promovimit të punës? Edhe a ka një person që vjen me kërku ndihmë te ju? Domethënë që kjo po më pengon, a mundeni me na ndihmu në këtë çështje? Konkretisht ne mundohemi do të thotë me pas kontakte mediale, kemi profilin tonë në Instagram, mundohemi me lansu aktivitetet tona zakonisht përmes platformave sociale, në Instagram dhe Facebook. Në çdo 3 muaj publikojmë një gazetë, buletini rotarian. Do të thotë, është gazetë që secili distrikt në përbotën Rotary. Secili grupi rotarianëve ka gazetën vet? Jo. Po të tregoj kështu se harum me cek formacione. Po të lutem se kemi sa më shumë informata se kam na shërbim ky emision për qytetarët. Rotary International do të thotë organizohet në këtë mënyrë, baza kryesore është rotariani antare. Secili antar do të thotë me një organizim prej minimum tash kemi disa ndryshime, 15 antarëve mundën me themelu një klub. Klubi është qeliza kryesore në Rotary. Prej klubet organizohen edhe formohen distriktet. Prej distrikteve do të thotë vije pjesa kryesore që Rotary International edhe menaxhohet do të thotë është guvernatori kryesor. Secili distrikt e ka guvernatorin,
edhe më pas guvernatorit vinë do të thot klubet edhe klubet kanë presidenta. Na thirremi zakonisht president brenda klubit. Brenda homologe klubit me Vjosa Osmanin. Tash të them drejtun kështu. Brenda të na në pjesën e klubeve rotariane shqiptare. Puna e terminologjisë gjuhës shqipe jena mundu me promovu kulturën tonë edhe me mri nivelin e njëjtë me gjitha klubet edhe distriktet që janë brenda Rotary. Thonë krijimi i klubeve rotariane mas pari ka qenë gjatë viteve 90-ta në Shqipëri. Pastaj ka ardhur në Kosovë. Në Shqipëri janë themelu përmes rotarianëve italian. Pastaj o rrit numri edhe pjesa e Kosovës kena qenë të kyshun me pjesën e Malit Zi, distriktit Slovenisë, Kroacisë edhe një pjesë me Turqinë, kena pas guvernator të ndryshëm, po nuk kena qenë distrikt. Tash po kthena pak në atë pjesën e bashkimi kombëtar të na që flitet, kena më bo bashkë me Shqipninë, me Kosovën, me vite, me shekuj, po kur fa rezultate. Toni Rotary është e vetmja organizat që kena punu 2 vitet e fundit qëtë shumë për me bo këtë ide të bashkimit kombëtar. Edhe kena arrit përmes kontributit shumë të madh të rotarianëve, gjeneratave edhe të reja edhe të vjetra që kanë marrë si qëllim edhe kanë bo bashkimin kombëtar edhe në Rotary International që 2 vite njihemi distrikti Shqipfalës. Jemi distrikti më i ri, i themelum, po. Bashkë me Adenja Sharin, i bjen. ku kemi këtu një punim të Visar Kryeziut, një artist joni jashtëzakonshëm. Është shumë bukur, me një vi, Visar faleminderit shumë. Kur jemi të qikjo vetëm nisan, që shpe kuptojnë është po dominon miqësia. Po. Që e njëjta frymë është momentalisht edhe këtu në Tonight. Ne kemi miqë tonë që pa ta s'mundemi me, s'mundemi thonë pa ta s'mundemi me egzistu, po s'mundemi me egzistu as njoni pa, se jemi qenja sociale. Sidomos në biznese duhet me pas partner, në biznese duhet me pas miqë të udhërëfejnë, nuk kemi gjithë dishën tash, duhet me pranu ato. Unë isha falemderu shumë Fortesën që e kom këtu ofër, bashkë me elemente betoni që janë një familja Kaboshin në është e pamundën me mikë Korisha që ka shkollaj. Në Korish një familje shumë e madhe, po të ndo me bizneset tepër bukur, tepër mirë funksionojnë. Fortesa prodhon një zallë të gurit eruptiv që nuk gjendet në shumë vende, bile njerëzit në Evropë po çuditen kur thojmë na kena guri eruptiv në Kosovë, bile shumë afër Prizrenit. E kemi elemente betoni që prej projektimit, domethënë terraca, kubza me guri eruptiv që e merr të djali Hoxhës vet, që janë me të vërtetë super, e kemi Kaboshi 2 që banesat me të vërtetë aty te premiumi edhe gjithandej Prizrenit, nëse s'ki ble banesa lot kisha propozuar që vetëm Kaboshi 2 është zgjidhja e vetme. Zgjidhja e vetme tash zgjidhja e vetme e mirë, se edhe në market shkon 10 lloje të smokive i ki. Pi 500 deri 5 euro. Vorë ti sa do të marr gjuatin. Faleminderit edhe Kaboshi 2-shit, edhe kemi Industria Communication që ofron gjithçka që i përket produksionit, rrjeteve sociale, lidhjes mes njerëzve, ndihmës në ngritje të bizneseve, dhe ja ku jemi bashkë me Tonight H2O-ja po ka dole me mitë shumë, edhe me Rotary Club Prizren Makadam. Ta mora pak kohën, po doshta me cek se sa e rëndësishme është çështja e miqësisë, e shfrytzuar ose në çat kontekst me reklamu dhe punën e miqve tonë që janë të jashtëzakonshëm. Faleminderit shumë Fortesa, faleminderit shumë Elemente Betoni, faleminderit shumë Kaboshi 2, faleminderit shumë Industria Communications. Vazhdojmë. Esenca është mëse e qëlluar se vërtet kjo koncepti i Rotary që bashkan pjesën e biznisit me njerëz profesionist për me ecë dhe me kriju diçka të bukur. Edhe vetmja mënyrë kur bohen bashk, mundemi me sjell rezultate të mira, projekte të mira, edhe çdo gjë që shkon për me pas një standard jetësor më të mirë të qytetit në këtë. Jeta është e shkurt, është gabim mos me qenë human, është gabim mos me dosht, që dashnia
i fut në mbrell edhe humanizmin, edhe fisnikrin, edhe bujarin, edhe krejt. Pa dashni Veç me zbot dashni kur buon gjo. këtë sana, domethënë. Po. Unë konsideroj që dashnin duhemi me ujit ma shumë, Me shpreh ma shumë, pa ki drejt shumë. me shpreh. Me shpreh ma. Çaj ujit jam shpresoj që kur të pëlqen diçka duhesh me e thon patjetër. E duhesh të na me e kemi pak problem këta. Na i thojmë të këshijat. Çore, secili njeri perfekt nuk ka. Këshijat mundemi me shujt. Nëse kena personin afërt mundemi mi thonë me lezet. Qyse që kjo bëhet ma mirë qështu. Përndryshe vërsa edhe mira do të mi qitë pa. Sa më shumë me dominu. Po, E mira e mytë. Keqen. më se e sakt atë që ka pëthu Toni, po unë po besoj që në realitet dashnia, kur ekziston, duhet me pranu njërin ashtu si është. Pa diskutim. Pa diskutim. Jo me provu me ndryshu. Këto janë rezultate që e bjen një dashni pozitive. Edhe Shnosh. në fillim ja nise tha diversitetin, në qoftë se nuk i pranojmë njerëz ashtu që e hub kuptimin e diversitetit. Edhe secili jena, fjolla, po. s'kish me egzistu alo. Që kjo është ajo lloj-llojshmëria që lloj-llojshmëri mendimesh. Po i kthemi Rotaris. So antar jeni në Prizren Makadam? Ne për momentin jemi 14 antar. 14 antar, të cilët punojmë me dedikim, punojmë jo domosdoshmërisht mendohet që ne 24 orë jena të përkushtum, jo, po punë të shkojnë se ndahen. Rotari me në kështu, nëse gjatë vitit përcaktohemi që kemi bo këto projekte, kemi identifiku këtë problem në komunitet, atëre kemi me bo këtë punë edhe për shembull. Unë jam e mirë në komunikim, ose jam e mirë në hulumtim, jam e mirë në këtë pjesë, atëre mu ma jepin qatë punë të projektit që unë muj pa e ngarku vetën me kry në leci. Për këtë arsye edhe me dashni me pasion, apet? Po, pa tjetër. Aty duhet me ekzistu gjithmonë brenda klubit, ekziston dashnia, respekti, kena dhe sfidat komunikimit, nuk ka që ne diskutojmë veç mbi parime rezultatit, po jo, kena kundërshtime, kena sfida që mendimet kontra, nuk ka letë mbranda se klubi përbëhet prej moshave të ndryshme. Më thonë, jena gjenerata të ndryshme, jena profesionistë të ndryshëm, edhe se cili të sfidon. Kur e merr t'je jep një ide në Rotary, nuk e ki të letë me argumentu edhe mi bind të tjerët për me përkra projektin tënd. Kjo është fuqia komunikimit në grup. Ne kemi një të mirë që çdo gjë që vendoset brenda klubit votohet. Më thonë, ne nuk punojmë askush pa e vendos iden ose veprimin në votim. Më thotë, edhe punën e antarëve, kur janë të arsojnë brenda klubit, personat që i propozojnë, ne në fund, secili e ka obligim, do më thonë me votu, a don me pranu këtë rotarian në klub apo nuk don. Punë e postër. Po shumë e thjesht, edhe o protokoll që na lehtëson pastaj procedura tjera, mos mi me të kërkuj të hatri, më thot edhe dakordohen në fund edhe është çdo send e qetë edhe e thjesht. Pjesën e dytë që i kena pas, do më thonë, prej projekteve ne që i kena bo një kontribut si klub shumë i ri, edhe klub që s'kishim forcë shumë të madhe financiare, brenda klubit ne nuk kishim biznismen shumë që do të thot financojnë apo donojnë, se në koncept të Rotary International përpos që e pagun antarësinti, ka brenda Rotarian që jepin edhe donaciona. Do të thot jep shumat mëdhaja dhe don për një projekt me shku me ju dediku. Edhe Rotary do të thot shpërblen edhe i ka të caktuar njerëz, do të thonë si donator në Rotary. Edhe ti i merr këto pinat të dallojnë mandej. Kur je donator, kur je kontribus, kur je ekspert, po si grada. Vazhdojnë edhe dallon se cili rotarian prej tjetrit. Kur jemi të qetu, Valtida, sa është me rëndësi ngrehja dhe përfshirja trive sa ma shumë në Rotary? Tash Rotary përpos klubeve që i ka klubet rotariane, i kemi Rotary Act. Jon klubet të reja, gjenerata, po. Janë gjë që krijohen prej klubit rotarian. Rotary Act janë personat që futen prej 18 vjetëve deri në 30 vjet. Më thonë kjo mosh. Po ne i kemi edhe Inter Act.
Rotary Interact janë gjenerata e fëmijëve. Për atë arsye tonë unë kur e ceka në fillim, ne jena pjesë e familjes. Nëse i kini rotarian në familje, edhe të tjerë nëse nuk janë antar, ata janë rotarian. Se fillon gjenerat mas gjenerate kalon, edhe prej Interact, fëmija kalon majna në Rotaract, edhe pastaj kalon në Rotarian klub. Senior. Në klubin, po, senior që i bjan në këtë pjesë. Po kësena te pjesa e projektit dytë që kena pas, edhe që ka qenë më sfidus, ne i kemi dhuru në vitin në 2021-2022 ka qenë kjo periudhë, Spitalit Prizrenit, një inkubator lëvizës. Brenda klubit identifikum njëni prej rotarianëve ceke dhe e dike që brenda Spitalit të Prizrenit kanë sfida në inkubator, faktikisht gjatë transportit të foshnjeve të posalindur për në qendrën kryesore spitalore në ÇKUK në Prishtinë. Edhe kur fillu me hulumtu, njoni prej rotarianëve tha unë e kom pas sfidë gjatë lindjes djalit, tha edhe e kom përjetu vet, e di që i shfrytëzojnë inkubator të vjetër, statik që janë, mundohen mënyrë Çashtu me improvizu. me improvizime, edhe tha një stres i papar është disa më rinë të në Prishtinë, a ka me mujt fëmiu me mbjetu apo jo. Shkum bisedum me shefën e repartit, e identifikum edhe këqyrën fillon me hulumtu. Sa kushton inkubatori i lëvizës? Diku përfshike 12.000 euro. Tash na si klub nuk kishem forcë. E dyta kem Për 12.000 euro po tash është absurd. Shtetit. E po. Ja të mërshme. Është absurd që 26 vite po na bjen mas luftës dhe Spitali Prizrenit mos me pas këtë pjesë. Po ne si rotarian nuk kemi qef edhe në princip e kemi që nuk miremi me këtë pjesën e ndikimit politik, çështjeve. Prishet magjia. Çështjeve a o dhona ka bo shteti, jo, na jemi këtu me këshyrë çka po mundemi na me bo për shtetin. Jo, po është e çuditshme për 12.000 euro, po çudita që mundet me na vdek një foshnje për 12.000 është shumë sfiduse. Kur fillum na hulumtimin me bo, Spitali i Prizrenit nuk jep shërbim vetëm për qytetin e Prizrenit, po është një region i Prizrenit që ka një numër shumë të madh fshatnave, po post kësaj i jep shërbim edhe pjesës së Kuksit. Se Kuksi më përpara më afër e ka Prizrenin se sa Tirana. Do thotë kur fillun hulumtimet tona, e vrejtëm që ishte një sfidë mjaft e madhe, edhe brenda vitit diku 300 raste kalonin që kishin këtë sfidë për me shku, domethënë me transport nevojën e çati inkubatorit. E identifikum, rritëm mjetet me kuptu edhe çmimin, do të thotë duke mu porosit mu ble jashtë Kosovës, po tash e kishim probleme ku mi gjetë paret, plus ko pandemia. Edhe të them drejtën diku për një periudhë 8 muaj, a gati një vjet, ne me angazhim jena munu edhe kena mrit 12.000 euro mi bo, mi mbledh, të them drejtën, për krajet qytetarve, për krajet bizneseve. Si klub i ri nuk kena pas kapacitet dhe nuk kena pas drejt pa i kalu do procedura me apliku në fondet grandet e Rotary International. Po fatmirësisht që kishim shumë miq rotarian, si klub të ri na përkrahën, kishim rotarian ndërkombëtar që në mënyrë direkte na dhurun mjete, vetëm për me mri na qëllimin. Edhe në vitin 2022 Spitali Prizrenit ju dhuru inkubatori. Këtë informat. Inkubatori është dhuru. Spitali Prizrenit kryesisht në Rotary, ne kemi projektet ku realizohen duhen mu monitoru. Edhe një antar në klub e merr për obligim me vazhdu edhe me këshur çka po ndodh mas një viti apo 2 vite, apo vazhdon mu përdor mjetje, apo vazhdon qëllimi i projektit me arrit rezultatin për cilën është dediku. Mas 2 vite kena shku
edhe kena vizitu spitalin e Prizrenit, kena bisedu me shefën e repartit, kanë qenë më se të lumtun, për arsye se edhe 2 prej inkubatorëve tjerë statik kanë qenë jashtë funksionit, mirë po fatmirësisht spitali na ka informu që rastet për në Prishtinë janë minimizu, për arsye se Spitali Prizrenit ka marrë disa prej kompetencave ma shumë për mi trajtu. Disa lloje prej smundjeve që kanë mujtë kalumën si kanë pasi kompetencë, pastaj ju kanë dediku këto. Në këtë aspekt, ata e kanë kthy edhe kanë përdorë mandej edhe si statik inkubatoren. Ne kemi shku për me këshyr edhe kërkesat tjera, kanë qenë të nevojshme edhe shumë gjana brenda spitalit që mundemi edhe kena hapësirë ende për me bo projekte të mira që kanë nevojë për mi rrit kapacitetet e shërbimit ndaj qytetarëve. Gjithsesi bravo. Faleminderit që ekzistoni për mi bo qëto gjana, për këtë e punë qytetërore definitivisht. Më falë që për e qoj muhabetin atje se jemi pak të revoltum me gjana që për na mbështjellin ditën. Këto e në gjana shumë elementara, se na nuk kemi prigurit, na smuëm, kur po shkojmë në spitale, nuk po kaloj mirë tash, realisht nuk po kaloj mirë. Po mundohemi me rujt atë qetësinë maksimale, po kërset, ti din dhe rastin tash s'mundmi që kisha me mamin, me gjithë respektin për personelin. Aty nuk diskutohet ajo pjesë të njerëz. Po s'ka kushte. Po ikim pikësaj se natyrisht që më dul kështu pak se kom matoze, mat frekse, kom pak. Po du me fol për bashkëpunimin ndërkufitar, përveç me Shqipnin. Çka ndodh tash Rotary Club Prizren Makadami? Qysh funksiononi me këto ndërkufitarët? Po edhe bazjanimisht pak. Ne zakonisht e kena të lejume dhe kena në princip që si cili klub do të thot e ka drejtën më miqasu apo me bo si të motra, të vlezër motra, më bo me klube tjera. Edhe zakonisht si cili rotarian që shkon në përkrit botën që të bjen me vizitu, e ki platformën edhe i kemi mbledhjet e hapura. Nëse të bjen me shku një vizit me abo për shembull në Itali, ti futesh mrana në aplikacion edhe she me njëherë në cilën qytet je, nëse ekziston një klub rotarian, e merr vesh në cilën ditë e kanë mbledhjen, edhe në cilën orë, edhe në cilën vend e kanë mbledhjen. Edhe shkon i takon, ata gjithë janë të hapun edhe askush nuk guxon me ndalu hyrjen tënde në mbledhjet e tënve. Si rotarian, jo, përkundrazi ata duhen me qenë shumë miqësor, edhe në anën tjetër, edhe në qoftë se nuk merr pjesë në mbledhje tyre, në qoftë se ki kërkesë për kime shku me një qytet të ri, lyp ndimes, i shkruan veç një email edhe se cili rotarian e kena obligim me ndihmu rotarianit tjetër, edhe nëse nuk je taku asnjëherë. Shoqit. Po, edhe në qoftë se ka nevojë për një antar të familjes, më thonë ta tregon problemin edhe ti duhesh me orientu edhe më të paktën që mundesh me bo si njeri. Mundesh me orientu edhe mi tregu për me... Pas ka benefite tjera? Ka shumë benefite, ndoshta në fillim të duk absurd toni kur unë po të doni informata sa më shumë. Edhe po punoni vullnetarisht, edhe po jep një parë. Pikrisht, është e çuditshme në ditë sotit me dëgju diçka. Aspekti i përfitimeve është në mënyrë indirekte që ti përfiton në lidhje me njerëz profesionist, me njerëz që kanë biznese shumë të mëdha, profitabile, ti mëson prej tynve edhe janë të hapun. Nëse ti ki një ide për me zhvillu një biznes edhe është një biznismen brenda Rotary, ai ti hap dyrt edhe të tregon spaku me të orientu qysh fillohet biznesi edhe qysh zhvillohet idenë që e ki për me nxjerrë edhe me realizu. E mbi të gjitha pastaj që edhe mundesh më kyç edhe në pjesën e fondeve. Po fondet rotariane, zakonisht edhe është obligim gjithmonë që jepen gjithmonë në përfitim të komunitetit. Absolutisht. Do të thotë patjetër përfitues duhet me qenë një qytetar apo qytetaria e çatina vendit ku është klubi rotarian. Ne kemi a keni projekte përbashkëta me ndërkufitorë? Po, projektet varet në krejt sa realizohen prej kapaciteteve të antarëve të klubit.
klubit. Ne kemi pas për shembull në kohë pandemie, Shqipëri-Kosovë ka qenë një fond që o mbledh mjeteve për mi dediku maskat, aksesor, gjitha mjetet që janë kohë të nevojshme, alkohol, furnizime në kohën e pandemisë. Çka ka qenë obligimi jon? Obligimi jon ka qenë veç mu përcaktu cilët institucion dojmë mja dhuru për mja lecu qatë periudhë të pandemisë. Na kemi pas vendos me qenë përfitus Ekoregioni, kompania e pastrimit, për arsye se i vlerësojmë shumë punën e tynve dhe janë kompani që duhemi me ditë se cili prej neve si qytetar me dhonë maksimumin se ata na shërbejnë edhe na ruajnë shëndetën tonë. 24 orë. Po, 24 orë. janë shumë dedikuar. Valtida, si presidente aktuale e Rotary Club Prizren Makadam, çka të frymëzon ty gjatë këtij rrugtimi në Rotary Club? Parimet kryesore të cilat i kemi si Rotary dhe në aspektin historik dhe botnor që ka kontribu, është nxitja e paqes edhe ndalimi i konflikteve. Njëna prej arsyeve kryesore është që rotariant mundohen me kontribu në ndërtimin e paqes edhe sa ma larg me qenë konflikteve. Kjo të ban shumë vlerësuese në aspektin human, duke e ditë që bota për momentin është duke u kërcënu nga shumë luftra, shumë padrejtësi edhe shumë pak njerëz mundohen për me kontribu, për me sjellë një paqe për cilën gjithmonë njerëzimi e ka pas sfiduese. Në anën tjetër, krijimi i miqësive, njohja me njerëz të ri, bisedat e bukura. Brenda Rotary ti çdo ditë mëson, çdo ditë takon gjëra të bukura, ka biseda produktive, ka punë që të lidhen, ndoshta ti fillon me punë vullnetare në ato, mirë po përfundon edhe me lidhje të miqve, lidhje të profesioneve, kompanive biznisore që sillen lindin projekte të reja, bashkëpunime jashtë Rotary mandej, që të lidh profesioni, puna, edhe këto janë shumë arsye që mbajnë për me qëndru brenda Rotaryt. Mbi të gjitha është një edukim që të formëson për leadership. Absolutisht, shumë. Sepse në momentet kur ti e merr udhëheqjen e një klubit si presidente, unë gjatë periudhës një vjeçare kom mësu mjaft. A një vjet është mandati, a? Po. Super. Ne kemi A ki drejt me u rikthy? Po, varet në bazë antarësisë pastaj. Se të kthehet mas disa viteve, prapë mundesh me qenë president. Po, arsyeja kryesore që qëndron brenda edhe pjesa e presidentit është duket e thjesht kështu, po kur e merr në udhëheqje është mjaft problematike, toni, sepse ti duhesh me pas shumë durim. Te na është dëgjimi mjaft aktiv, duhesh me ndëgju drejtën mja dhonë si cilit për me fol, si cili për mu shpreh. Duhet me majt një balancë mes karaktereve dhe personaliteteve të ndryshme, do të thotë, edhe me pas qetësinë brenda klubit, angazhimin, motivimin e anëtarëve të klubit, do të thotë, për me pas kreativitet edhe me pas arsye pse na të mbledh. Absolutisht. Për çfarë qëllimi janë ato mbledh brenda klubit. Vullnetarizmi vlerësohet shumë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ato e shohim na çdo ditë, edhe në lajme, e shohim edhe në filma, e shohim edhe në komunikim me miq që kemi atje, edhe shqiptarë dhe amerikanë. Për fund të lutna një mesazh për gjithë qytetarët, jo vetëm të Prizrenit, për rëndësinë e vullnetarizmit edhe shërbimit ndaj komunitetit. Që për mu më duket shumë e madhe, pak me gjetë kohën kom qef me... E para, unë i ftoj të gjithë që ne jemi shumë tapun, rotariant, shumë letë jemi të kapshëm. Mundeni me qenë pjesë e mbledhjeve tona, veç me një mesazh në Instagram apo në Facebook, për me pa çka bojmë mbrenda. Kemi bashkëbisedime, ftojmë njerëz mrena
që kanë ndikim, personalitete që kanë kontribu në çdo aspekt dhe në çdo fushë të jetësore në komunitete. Për ndryshe, ne kemi një aktivitet me 31 maj, kemi një projekt tradicional, e mbajmë një panel diskutimit, emri panelit është ajo, edhe pse ka emrin e gjinisë femrore, paneli ka të bëjë ma shumë për diskutimet e problemeve sociale, edhe nivelin e barazisë gjinore që e kena brenda komunitetit tonë. Këtë vit kemi mja dediku komunitetit pjesës së personave që i takojnë spektit autik, edhe në panel do të marrin pjesë për herë të parë prind të cilët kanë vendosur me nda tregimin e tyre personal për fëmijët e tyre, edhe si sfidohen edhe çfarë problematika kanë në krahasim me pjesën e shoqërisë. Pjesë e panelit do të jenë edhe profesionistë, kështu që me 31 majt në lidhjen e Prizrenit jena shumë jo formal, është diskutim, kemi mu mbledh bashkarisht. Është hapur për publik? Po, është e hapur për publik. Publiku është me diversitet, do të thotë me të dy gjinit. Viteve të kalume, 2 herë që e kena pas në organizim, kena diskutu kryesisht për pjesën e temën e pare kena pas punët e padukshme, punë të cilët i bëjmë brenda shtëpisë, e brenda shtetit, po të cilat nuk na paguhen, nuk du me pas diferenca, zakonisht pjesën më të madhe të këtynve punëve nuk ka veç në Kosovë, po në tër globin tonë i bëjnë ma shumë gratë, po jo që dhe burat, po dhe burat bëjnë punë të padukshme të cilat nuk paguhen, kështu që ka qenë një temë mjaft sfiduese dhe një panel shumë mirë i organizuar në aspekt që dhe publikun e kena shumë aktiv, më thonë edhe bashkë bisedojmë. Pjesa e dytë e panelit kanë qenë gratë e para në profesion, edhe i kena pas gratë të cilat për herë të parë, dhe më thonë, kanë sy rregullat e patriarkalizmit dhe kanë qenë gratë e para në politik, në shëndetësi, në arsim, në polici, kulturë, gjitha kemi mëri dhe ka qenë një diskutim mjaft i mirë. Me 31 maj na presim që dhe këtë vit që kena me pas një diskutim edhe organizim të mirë në brenda qytetit të Prizrenit. Shumë mirë, tepër mirë. Do të vim, tu po të premtoj. Ju ftoj. Patjetër do të vim. Patjetër se po më intereson edhe me po mënyrën e komunikimit, edhe mënyrën e mbajtjes panelit, edhe mënyrën e hapjes së gjonave. Valtida, faleminderit shumë. I kalum 45 minuta Te ju pak ma shumë, po zakonisht kështu që në mbledhje kur i kena miqt, i respektojmë ndonjëherë kanë mbledhjet na shkojnë edhe në 2 orë. Kur bot atmosfera e diskutime, nuk ja prishim. Mi pas parasysh do gjona. Po. Mësim shoh, unë gjej se ti kime mbyll vetëm po të falenderoj shumë që gjete kohë mas pori marrë se për angazhimeve të moja që i ki, por shqyqyr që të kemi në Prizren edhe shqyqyr që je angazhume, shqyqyr je aty ku je, se ka nevoj komuniteti natyrisht edhe për njerëz si rotariant, ka nevoj njeri edhe për njerëz, edhe për disa fusha tjera që mundemi me ndiku të njëri tjetri, po gjithsesi vetëm dashnin, ta shprehim më shumë vetëm aty është fillimi edhe fundi i gjithçkaje. Mu pëlqen një këngë shumë e bukur e Casey Tole sot, ne vim në jetë nga dashuria, është pjesë tepër e bukur çat moment është kënga Iceberg. Më pëlqen vetëm për shkak të asaj thonje. Ne vim në jetë nga dashuria, kështu që kur vjen jeta është seni më i madh. Çka mundemi më pas, jeta është e shkurtë. T'japim dashni sa më shumë. Faleminderit edhe një herë Fortesës, Kabashi 2, Elemente Betoni, Industria Communications, pa juve nuk është i mundur emisioni, pa tjetër, pa diskutim, e gjithë ju që i njihni këto firma mundeni me i pa produktet e tyre, nuk diskutohet për kualitet, nuk diskutohet edhe H2O-ja dhe Tonighti nuk bëjnë kompromis me cilësinë, kështu që ja ku jemi po vazhdojmë rrugtimin ton. Valtida Shukriu e ke mundësinë si presidente e Rotary Club Prizren Makadam me mbyll emisionin në mënyrën e
Më vërëntuj, trotaris. Përpara se ta godas zilën, unë edhe njëherë të falimderoj, të uroj jetë gjatë podcastit ketë, sa ma shumë miq, po besoj që Prizreni ka shumë njerëz që mundën me qenë pjesë e emisionit që kontribuojnë Pa diskutim. në qytetin ton. Një falimderim të posaçëm do ja dedikoj antarëve të klubit, edhe ti falimderoj si presidente për punën e tyre, për përkushtimin edhe për gatishmërinë që e kanë gjithmonë për mi shërby qytetit Prizrenit. Faleminderit edhe një herë. Natën e mirë. Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, IPEC Home, Kabashi 2, Fortesa, Industria.